Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë tashmë lajmet e fundit që kanë të bëjnë me artistin tashmë të ndjer Shpat Kasapin. Selvie Jao, bashkëshortja e tij, ka ndarë në rrjetet sociale një lajm sa të gëzueshëm për të gjithë ne, por edhe të hidhur. Një kujtim i cili gjithmonë do të mbetet në shpirtin e familjes fillimisht, por edhe në shpirtin e të gjithë fansave që e deshtën Shpatin, e mbështetën, e duartrokitën në rrugën e tij jo të shkurt artistike, po të gjatë artistike. Një nderim i veçantë ka ardhur për këngëtarin e ndjer Shpat Kasapi nga shtëpia muzikore Medium Music, e cila ka vendosur ta përfshi artistin në rrethin e të pavdekshmëve, duke ndërtuar kontributin e tij në muzikën shqiptare. Në dedikimin e publikuar, ata theksojnë se zëri dhe këngët e Shpatit do të jetojnë përgjithmonë në kujtesën e publikut. Ndonë se ai nuk është me ne, zëri i tij vazhdon të jetojë përmes këngëve, performancave dhe kujtimeve që la pas, thuhet në njoftimin e tyre. Ky gjest preku edhe bashkëshorten e tij Selvien, e cila e falenderoi publikisht për ruajtjen e trashëgimisë artistike të këngëtarit. Faleminderit për ruajtjen e trashëgimisë artistike të Shpatit, mirënjohëse pafund, është shprehur Selvie Jao. Tashmë Shpat Kasapi dhe vlera e tij ruhet tek të pavdekshmit, do me thënë trashëgimi artistike. Kjo vlerë e bën që Shpati të mbetet gjithmonë i gjallë dhe arti i Shpatit të mbetet gjithmonë i gjallë tek ne, por njëkohësisht edhe tek familja. Përpos që jam me zemër të thyer që ne kemi humbur një artist të veçantë, dhe sidomos ne nga Maqedonia që artistët i kemi me numbra, me gishta i kemi t'i numrojmë, jam i lumtur që Roeli jon i dashur, Roeli jon fantastik, nesër do të rritet dhe do të kuptoj që babai i tij ka qenë një njeri me vlera të jashtëzakonshme. Dhe unë jam shumë i bindur, në qoftë se ne sot na pikon loti për Shpat Kasapin, Roeli nesër do të ndjet fisnik dhe krenar se djali i kujt është. Dhe kjo arritje e madhe që është bërë në familjen Kasapi konkretisht, por edhe për Shpat Kasapin, është vërtet për ta duartrokitur dhe për ta bërë zërin e madh të gjithë ne gazetarët, për t'i treguar publikut se sot ne kemi një zë të pavdekshëm, dhe ky zëri i pavdekshëm është Shpat Kasapi.